Ndaj po e kalojmë linjën tek Armondi. Armond, çfarë lajmesh kemi nga Mamusha? Po, me që nuk u përmend ma të mirë edhe në Mamush dhe si që duket qytetarët këtu po e shfrytëzojnë me të madhe këtë kohë mirë për dalur e për ta shfrytëzuar të drejtën e tyre për votë. Realisht ne vizituam disa komuna dhe mund themi se kjo është fryma zgjedhore ndoshta më e mira që e kemi parë deri më tani. Ka shumë aktivitet, ka shumë persona që vinë për të votuar. Ne jemi këtu, pra është kjo shkollë, është qendra kryesore dhe është qendra e vetme e votimit në Mamush dhe siç mund ta shihni të gjitha klasët pra janë të mbushura me votues të cilët pra po presin për ta kryer të drejtën e tyre demokratike për vot. Po ashtu duhet përmendi se po vrejmë një atmosferë vërtet të këngë. Me siguri prej linja, ju kërkojmë falje. Me siguri do të kthehemi pasi ta kemi një linjë të re me Armandin, e ndërkohë neve kemi në studio të ftuar të tjerë me të cilët do të vazhdojmë të flasim për këtë proces zgjedhor të kësaj të dieleje, me më të mirë siç edhe u tha, e tashmë kjo si duket po na jep edhe akoma më shumë energji. Në studio me mua dhe Rasulin kemi zotin Ali Sefaj, është kryetari i sindikatës së shërbyesve civil. Zoti Sefaj, faleminderit që të kemi këtu. Faleminderit për ftesën. Deri tani ju e keni kryer obligimin tuaj qytetar? Ne kësaj radhe jemi privuar nga balotazhi, mirë po i kemi përcjell ata që Ama po dukesh i lumtur. Po dukesh i lumtur se e keni kryer në kalume. Në rast se ishe veprimet, e konkurrentëve dhe të pushtetit nganjëherë është njeriu i lumtur kur nuk sheh këso sekuencash nga balotazhi. Për që sekuenca po flisni kryesisht? Realisht në rast se ne flasim për fotografim të qytetarëve apo në rast se flasim kur duhet të ndërhyjë policia për të mbyllë një lokal për shkak të prishjes së heshtjes zgjedhore, domthonë është mesazhi jo i mirë që ju dërguhet qytetarëve, marr parasysh që ne jemi vendi më i mirë në rajon që organizojmë zgjedhje më të mira dhe kemi imazhin më të mirë për këtë çështje. Shpeshherë niveli qendror duhet jetë ai që e jap impaktin në këtë drejtim, që truaj atë imazh që e kemi krijuar me shumë mund. Faleminderit. Ndërkohë në anën tjetër, na është bashkuar një mysafir tjetër. Nderuar zoti Zeqiri, mirë se na erdhe në studio. Arjan Zeqiri është analist politik. Kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit për ftesë. A votove ti? Edhe unë votova, po. Okej. Si shkoi? Cili është impresioni yt për këtë ditë zgjedhjesh, këtë ditë balotazhi? Po duke qetë, duke mirë, organizuar mirë, zakonisht zgjedhjet të na është për dallim prej shteteve të rajonit janë të një niveli më të lartë kualitativ. Kështu që unë isha i kënaqur si gjithherë. Dalja sa e pash më duk pak e ulët, mirë po zakonisht kanë ndodhur në balotazh. Për Prishtinë ke fjalë? Për Prishtinë, kanë ndodhur në ditën e balotazhit ku njerëzit zakonisht e lajnë pjesën e masditës sepse në balotazh votimi është gjithsesi më i lehtë, ki veç 2 kandidatë dhe nuk merr shumë kohë sikur me lista të asamblesë të kështu me radhë, këtë është dita votimi edhe për kuvende komunale. Me që edhe zoti Sefaj foli për këto incidentet për të cilat edhe neve po raportojmë gjatë gjithë ditës, duket, pra është e dukshme që ka më shumë se sa në ato të randit parë, flasim për këto incidentet të tilla apo tentative apo trysni për votim. Si ka evolu sjellja e votuesve, qytetarit, çdo palë zgjedhje, jemi më të përgjithshëm, ka dallim me vitet paraprake? Ani pse, zoti Sefaj, duket se kanë shtetësuar këto të fundit ditës së sotme? Për të dy do ta hapim kështu si diskutim. Po unë mendoj është puna për qytetarët, ja kemi marrë dorën. Mendoj se qytetarët janë shembullor. Jemi krejt rregull, po këto incidentet nëse vinë përgjithësitë e njerëzve që bartin pushtet apo drejtojnë subjekte politike do duhet të ishin të matur dhe të cilën konform asaj që e bojnë qytetarët në vazhdimsi. Unë mendoj që qytetarët tonë janë qytetarët më të përgjegjshëm, jo vetëm na janë. Ndoshta garojmë edhe me vendet më të zhvilluara evropiane sa i përket përgjegjshmërisë në formatin e votimit, në sjelljen e ditën e votimit dhe gjithçka që lidhet me këtë punë. Mirë po, jo gjithherë i kemi në nivel ata që do duhej
ta promovonin këtë kulturë dhe të respektonin rregullat e lojës dhe veçmas kur bartin përgjithësi institucionale. Por arsye se vazhdojnë gjithçka edhe pas balotazhit dhe ne jemi bashkëqytetar do të vazhdojmë me jetu nesër, mirë po imazhin që mund ta sjell bardh se institucionit me sjellje të rrugës, jo konform asaj që kërkon përgjithësia institucionale, mund të lejë imazh të keq e që mund të përsëritet apo të keq përdoret në vazhdimsi nga subjektet e tjera që nesër mund të kenë pushtet politik e që do duhet të ishim të kujdesshëm të mos ta ndryshojmë këtë kulturë sjellje dhe këtë imazh që kemi dhënë në organizimin e secilës forme sjellje. Në pajtona, po fatkeqësisht nuk është ashtu. Dhe kja është po që në 2-3 zgjedhjet e fundit ku... Cila pjesë nuk është ashtu? Nuk është atmosfera e qetë, ndëgjoj, partia Lëvizja Vetëvendosje që e ka pushtetin ka tregu një agresivitet shumë më të madh politik karshi partive tjera. Dhe se është kja ka ndiku edhe në ngritjen e një farë tensioni që nuk ka qenë i pranishëm si që dhe u përmend, është model, ende është model, mi po shihet që është një sforcim pak më i madh për shembull ne pom atë incidentin me ministrin e